أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وصحبه الشرفاء وبعد فالندريم ذرات رضا في داخل الله جل جلاله صلاة السلام بجوفش ببيغمبير صلى الله عليه وسلم mi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna, zbret Zoti jon në 1/3 e fundit të natës në qiellin e kësaj dunjaje dhe thot: a ka dikush që më lutet e unë i përgjigjem? A ka dikush që kërkon t'i ja fali e unë ja fali? A ka dikush që kërkon diçka e unë ja jap? Dhe tha Allahu në Kur'an: wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ka thënë Zoti juaj, lutumni mua, unë ju përgjigjem. E ata që janë kryelartë karshi Allahut dhe nuk e lutin Allahut, kanë mu fut në xhehenem dakhirin, të poshtruar. Me këtë ajet dhe këtë hadith e përkujtoj veten edhe juve për rëndësinë e duas. Se çfarë vlere ka duaja te Allahu xhalla xhelaluhu. E çka është duaja për besimtarin? Çfarë ndikimi ka duaja te njeriu? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të saktë: ad-du'a'u hiya al-ibada. Duaja është adhurimi. Duaja është adhurimi. Me transmetim tjetër të polemizuar të dietarët, tha ad-du'a'u mukhul ibada. Duaja është palca e çdo ibadeti. Duaja është palca e çdo adhurimi, ibadeti që njeriu e bën për Allahun subhanuhu wa taala. Në hadithin e përmendur, Allahu thot: a ka dikush që më lutet e unë i përgjigjem? Këtu nuk ka caktuar diçka të veçantë Allah. S'ka përmend diçka konkrete. Ka thonë: a ka dikush që më lutet? Unë i përgjigjem. A ka dikush që kërkon diçka? Unë ja jap. A ka dikush që kërkon t'ja fali? Unë ja fali. Me plot kuptimin e fjalës thanë, nuk ka dikush prej neve që është prezent këtu te burrat apo atje te gratë, e i cili nuk e gjen veten te një prej këtyre pjesëve të hadithit. Ti dhe unë që dim me i ka përci kufit e Allahut mëkate, që dim me qenë të pakujdesshëm raport me Allahun. Kush ka mëkate? E s'ka njeri pa mëkate. Kush ka borxhe? Kush ka probleme me bashortën, respektivisht bashortin? Kush ka problem me edukimin e fëmijëve? Kush ka problem me rrezikun? Kush ka problem me smundje nga më të ndryshmet? Kush ka problem me sihr? Kush ka problem me hased? Kush ka problem me kojshin, me ortakin, me vllaun, me motrën? Kush ka probleme? Kush ka nevoja? Allahu po thot: ud'uni astajib lakum. Lutumni mu, unë i përgjigjem juve. Mos dalim para Allahut dhe të themi se kemi ditë.
Zgjedhja e ketë problemeve tona, te i kalimi i krejt situatave tona, është në dorën e Allahut xhela xhelalu. Sikur të gjithë bëhen bashk, me na ndihmu diçka nuk me na bë dobi, nuk kanë mundësi me na bë dobi jashtë asaj që Allah ka caktuar për neve. Dhe sikur gjithë bëhen bashk me na bë dëm, nuk kanë mundësi me na bë dëm jashtë asaj që Allah ka caktuar për neve. Rufiatil aqlamu wa jaffatis suhuf. Janë ngrit lapsat, janë tha fletor. Kjo mesela është kry. Ka me thonë dikush prej neve, tamam, kjo çështje është kështu, mirë po unë kam ra në një situatë që nuk te i kalohet. Jam në një gjendje, e kam një problem që s'ka zgjidhje. Nuk di çka të baj. Apo do me tregu ngjarje historike të njerëzve që kanë bërë dua, të njerëzve të cilët në problemet e tyre, në vështirësitë e tyre, janë drejtuar Allahu subhanahu wa taala, dhe Allahu ju ka dhënë rrugdalje ka atit që s'u ka shku mendja asnjëherë. Vetëm ti dhe unë du të me ditë robt kujna jemi. Ai që ka Zot Allahun, ati i mjafton Allahu xhela xhelalu. Tha Allahu në Kur'an: "Alaysa Allahu bikafin 'abdah?" A nuk i mjafton robit Allahu? O vëlla, dhe ti motër, a nuk o të tamam që ti Allah në kime vetja? A së është bolë se ti e rob i mbretit të qiejve dhe të tokës, pa lenë e të cilit nuk ndodhë kur gjanë në horizont, në univers, së ndodhë kur gjanë, pa dhonë leje Zoti jotë, pa dhonë leje ajtë të cilit ti i banë seqde, ajë për cilin ti agjeron, ajë për cilin ti jep zekatin, ajë për cilin ti e falë namazin, ajë për cilin ti mundohesh me qenë burr dhe vajzë dhe grua e mirë, sa ke mundësi, pa lejnë ati nuk ndodhë, kur gjanë nuk ndodhë. Vetëm na duhet me ditë kush është Zoti jonë. E Allah tha në Kur'an: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Ai i cili ka frikë Allahun, Allahu i jep rrugdalje. Atëherë kur ti thu s'kam rrugdalje, kam bet keq. Atëherë kur ti e uf shpresën që s'dush me uf shpresën, Allah ti e rrugdalje. Vetëm ti ktheja Allahu xhela xhelalu. Dhe Allahu e furnizon ka nuk i shkon mendja. Ai i cili mbështetet tek Allahu, atij i mjafton Allahu subhanahu wa taala. Allahu akbar, për ditë themi në namaz. Nuk duhet tjetë kjo fjalë e gjuhës, kjo duhet tjetë fjalë e zemrës, vepër e zemrës dhe e gjymtyrëve për ditë për neve. Allahu akbar, Allahu është më i madhi. Allahu është më i madh se problemet e tua. Allahu është më i madh se borxhet e tua. Allahu është më i madh se smundja jote. Allahu është më i madhi subhanahu wa taala. Wala yu'jizuhu shay'un fis samawat. Nuk ka mundësi, nuk e pengon Allahun kur gjon qiell dhe në tokë, kur Allahu don me bë diçka. Kur Allahu don me bë diçka, thot bëhu dhe ajo bëhet. Dhe është e kry me këtë meselë. U ka kry kjo çështje. Veç ti dhe unë s'duhet me harru Allahun subhanahu wa taala. Rabbul alamin. Nuk duhet me harru Allahun subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Lutuni mua. Allahu xhel xhelalu, Allahu nuk ka nevojë për lutjet tona, vëllazni, dhe ju motra. S'ka nevojë Allahu për neve. Allahu po na thot neve, ju keni nevojë për më lut mua. Lutuni mua se ju përgjigjem juve. Allahu xhel xhelalu është aq i mëshirshëm ndaj neve, sa që në shumë raste ne i plotson dëshirat
në shumë raste na i zgjedh problemet pa e lutur hiç Allahun. Allahu aq i mëshirshëm ndaj robit vet, që kemi raste të shumta në jetën tonë që Allahu na ka dhënë rrugë dalje, a na për atë problem se kemi lutur Allahun subhanallahu. Po sikur ta lutim Allahun xhallahu. Po sikur ta lutim Allahun subhanallahu. Momente, çaste, probleme që s'ka rrugë dalje. E tregoj tash një rast, edhe ju thuni në vetët tuaja, për hir sinqerisht thuni me logjikën e njeriut, a ka rrugë dalje këtu, a s'ka rrugë dalje? Tha Allahu në Kur'an: "Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban." Dhannuni Yunus alayhis salam dol prej fisit vet, prej vendit vet, nervoz. Dhe u nis në anije. U dashke dikam me fuk në deti, se te projke në anije. Çdo herë që hidhnin shortin, i binte Yunus alayhis salam. Dhe vendosën me hedhë në deti. E kur e hedhën në deti, e gëlditi balena, fi dhulumat, në ersira. Tha: "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin." Nuk ka të adhuruar me merit tjetër posteje, o Allah, ti je i lartë madhruar. Inni kuntu min adh-dhalimin, unë ishta prej të padrejtve. Ersira e natës, ersira e detit, ersira e barkut të balenës. Pash Allahin, a ka rrugë dalje me logjikën tonë këtu, a s'ka rrugë dalje? S'ka rrugë dalje këtu. Me qenë deti, po themi se ka me hedh dalë nga dikon. Apo në barkun e balenës, s'ka rrugë dalje. U kry puna. Përfundim që s'ka rrugë dalje. Ama në këto momente ju kthi Rabbul Alaminit me këtë lutje që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e ban këtë lutje dhe me këtë lutje lut Allahun, Allahu kam ju përgjigj. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Nuk ka të adhuruar me merit posteje, o Allah, ti je i lartë madhruar, unë isha i padrejt. Unë bana zullum. Unë gabova. Te kjo dua që ka lidhet pranimi i fajt para Allah. Transmetohet se kanë thonë melaqet, za i njohur nga vendi pa njohur. Za i njofshëm. Pse i njofshëm? Se para këtij problemi ka qenë robi Allah xhela xhelaluhu. Para kësaj vështirësie ka qenë robi Allah xhela xhelaluhu. E në vështirësi, çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Men ta'arrafa ila Allahi fi ar-rakha'i ya'rifka fi shidda. Ai i cili afrohet tek Allahu me punë të mira, kur ka rahat, kur është bollok, kur është mirë, kur është pa probleme, Allahu i ndihmon kur ka vështirësi. Nuk e harroj Allahun xhënë xhënë. Nuk tha çka më lut Allahun të bark balenës unë ndeti vet, nuk tha kështu. Nuk tha kështu. Po të rëkiti dherë të qiellit. E çka tha Allahu subhanahu wa taala? Fastajabna la. Na ju përgjigjëm. Se tha Allahu ud'uni astajib lakum, lutuni mun ju përgjigjem. Yunus alayhis salam ju lut Allahu ju përgjigj. Wa najjaynahu min al-ghamm wa kadhalika nunjil mu'minin. Dhe na e shpëtuam prej problemit dhe na kështu i shpëtojnë na besimtarët. A ka diçka të rëndë për Allahun xhela xhelalu? S'ka. Kun fekun, bëhu dhe bëhat. Rasti
i 3 personave që ishin shpellë. I zu shiu për rrugë, u futën në shpellë, kaderi Allahut, caktimi Allahut dashti që një gur prej nalt mu sill edhe me zon derën e shpellës. Vetë, erësirë në shpellë, se di kërkush kush ku janë, tek janë, qka janë. Ke dalë në malë, jem shenë në shpellë, kush ka me të gjetë? Ku ka me të gjetë? Qysh ka me të gjetë? Ku me të lypë? E po në që s'ka rrugdalje. U mundu me largu s'pat në rrugdalje. E tash, i kthehemi ati, i cili din me realizu gjana edhe pas sebepe. Edhe pse neve në ka obligu t'i marim sebepet, ama Allahu din me bo gjana edhe pas sebepe. 3 persona. Thanë, se cilët prej neve kena me lut Allahun me ndonjë vepër të mirë që kena bo për hir të Allahut, me shpresë që Allahut na jep rrugdalje. I pari tha, ja Rab, o Allah, i ban lutje Allahut, o Allah, unë kam pas bakti, dhe çdo herë ndërame para se me shku, i kam mjel, edhe kam shku të shtëpia. Dhe kam pas zakon, që mos më u dhanë me pi fëmijëve dhe bashkëshortës, para se më i dhanë me pi prindërve, nanës edhe babës. Këta kam pas zakon. Një ditë, shkova në shtëpi, pak me vones, dhe prindërit i kishë zanë gjumi. Fillun fëmijët me qajt. Dhe këmbët e mia, duke kërkuar që më u dhanë me pi. Mirë po unë refuzova më u dhanë deri në mëngjes. Kur prindërit u zgjum prej gjumi, ju dhash prindërve, pastaj i dhash fëmijëve edhe bashkëshortës. O Allah, në qoftë se këtë vepër e kam bërë sinqerisht për ty, liroje dera. Tha, lëvizi guri, mirë po jo mjaftueshëm për me dalë. Kush e lëvizi guri? Kush e lëvizi guri? Po Allahu i thot gurit, lëviz, edhe i lëviz. Kryjë kjo moment. Usos kjo punë. Tha i dyti, unë e kam pas një vajzë të kusherinit, e kam dash shumë, dhe kam pas dëshirë me pas kontakt me ta. Mirë po ajo refuzonte, deri me një ditë ku aso ju vështisu gjendja financiare. Dhe erdhë me kërku prej meje, e unë i thash, po, mirë po, duhesh me më dhonë diçka. Tha pranoj. Tha kur ju afrova të kofshët e saj, më tha, ke frikë Allahun. Ittaqillah, ke frikë Allahun. Tha u friksova, i alash parët, edhe e lash. Tha ja Arab, në qofë se këtë vepër e kam ba, për hir tënde, për knatësin tënde, liroj e dera. Lëvizi guri, mirë po jo mjaftueshëm për me dalë. I treti, tha, o Zot, një ditë prej ditëve kam marrë punëtor me punu të shtëpia ime. Dhe në fund të ditës, krejt punëtorëve i adhash më ditjen, që i takonte prej punës, mirë po njani shkoj pa e marë. Njani shkoj pa e marë në vnicën, pa i marë rogën. Thot dhe erdh pas shumë viteve. Edhe më tha, o filan ditë e kam punu të ty, një ditë se kam marrë më ditjen, erdha me e marrë. Thot, unë këtë pasurin e këti personi e mora dhe e shtova. Bana shumë pasuni. Dhe i thash, a i shef të dele, këto lopë, kjo pasuri? Tha, po jam duke i pa. Tha, krejt janë tua. Tha, o filan, nësë bëna i garë me mu. Bëma në vnicën, bëma parët që kam punu për qatë ditë. Tha, o filan, ma ato pare kom bo këtë pasuni. Meri se këtë janë tua. Tha, ja Rab, i mur, as një se la. Tha, ja Rab, në qofë se këtë vepër e kam bo për ty, liroj e dera. U liru dera, vëzni. U liru dera. Me qka u liru dera? Me lutjen dhe Allah. Me lutjen dhe... Na e dim se përshpëritet në veshët tonë, po, ma veç me lutje nuk shkon. Shkon edhe veç me lutje.
Mirë po, në të mimorë dhe se vetët. Ama, vjen situatë ku nuk ki rrugdalje vetë se Allah o gjëllë gjëllaru. Veç mi qu dur ka qeli, edhe me lutë Allah subhanahu wa ta'ala. A pat rrugdalje këtu, me logik s'ka rrugdalje. Ama, me iman ka rrugdalje. Me besim, me bindje, ka rrugdalje. Sejid ibn Gjubejri, rahimahullahu ta'ala, një prej djetarëve më të mëdhoj të tabiinëve, i cili ishte nxënësi Ibn Abbasit. Pas një periudhe të gjatë kohore, diku 20 vite, ikje prej Haxhaxhit, e zu ushtria e Haxhaxhit, edhe e prunë të Haxhaxhit. Dhe diskutuan me Haxhaxhin, diskutim, dhe pastaj në fund Haxhaxhi vendosi me evra. Mja e kryn. Bani doa Sejid ibn Gjubejri. Tha, o Allah, mos i jep pushtet më këtina me evra dikant tjetër. Edhe vrajti Haxhaxhi. Edhe mo Haxhaxhi s'pat mundësi asnjë me evra. S'ju mundësu asnjë person tjetër me evra pas Sejid ibn Gjubejrit, për shkak se pas një periudhe jo të gjatë kohore vdiq Haxhaxhi. Dua, një lutje. Haxhaxhi s'ndalet. S'ka kush e ndal. Komandanti i ushtrisë, emir, njeri i madh, ushtrisë sa dush, fuqi sa dush, autoritet sa dush, frikë prej tij sa dush. S'e nal kërkosh. Kush e nal? Rabbul Alamin e nal. Allahu xhalla xhelalu. Allah thënë në Kur'an, "Alaysa Allahu bikafin 'abda?" A nuk i mjafton robit Allahu subhanahu wa taala? A nuk i mjafton robit Allahu subhanahu wa taala? Mi më shka tha Ibn Kaimi Allah më shiroft, Ibn Kaimi Allah më shiroft tha, shpata nuk sos pun në qofë se është veç e spret. Në qofë se shpata, në qofë se shpatën, e cila është e spret, nuk e mban një kraj i fort, nuk sos pun në shpatë. Në qofë se krau është i fort, ama shpata nuk është e spret, edhe kjo nuk sos pun. Qka sos pun? Sos pun me qenë shpata e spret, edhe krau me qenë i fort. Dha këtë shembull në shembullin e duas. Në qoftë se kur lutim Allahun, zemra nuk është prezent, zemra është nga flet, e lutim Allahun vetëm me gjuhë, kjo dua nuk ngritet, nuk shkon. Allahu nuk e pranon lutjen prej zemrës neglizhente. Allahu pranon lutjen e zemrës e cila është e bindur në Allahun, e koncentruar në Allahun. Kur e lutë Allah subhanu wa ta'ala, edhe, tha një shembull tjetër Ibn Kaimi, tha edhe mos me pas pengesa. Edhe mos me pas pengesa. Shkon të mjeku dhe mjeku ta jep ilaçin, apo? Ta shkon receptin ta jep ilaçin. Ama, paraprakisht thot edhe disa gjëra me i menjanu. Por shok se të janë pengesa të ndikimit të ilaçit e ti. Ata që kanë problem me diabet. Apo, i jep doktori hapa, sufata, ose insulin, që mja baraspeshu gjenjë pa. Ama në qofë se vazhdojnë me hangë yndyrna, sejnë probleme, që ja ka ndalu doktori, si ban dobi, kur gjo. Ta në kohën është, nuk është mirë pacienti. E Ibn Kaimi tha, ka shumë gjana që janë pengesë në pranimin e duas. Ti ki mundësi i ki plëcu krejt, ti ki mundësi zemrën e ki prezent, ti ki mundësi i e koncentru me Allahun, ti ki mundësi i e drejtu Allah s.w.t. Mirë po ka një pengesë të ti e cila e pengon dua. Tha pejgamberi se një njeri del në udhtim i pluhrosur, i pakrehur, edhe lut Allah. Çka tha Allah? Çka tha pejgamberi? Fa anna yustajabu la. Çush mi u pranu këtina duaja. Mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Anna yustajabu la. Ushqimin e ka haram. Pijen haram. Veshmbathjen haram. Sabaja ka alu me haram. Qysh mi pranu këti duaja? Do më thonë, lutja dhe duaja i pas këto regula. Duhet t'i plotësojmë krejt këto regula, dhe t'i drejtojmë i Allahu subhanahu wa ta'ala. Lusim Allahun që Allah me falë më këtë tonë këtë natë.
Lusim Allahun që Allah të kalon gabimet tona këtë natë, ja Rab. Lusim Allahun që Allah të na bën na shon në regjistrin e njerëzve të mirë, në xhenetin e Allahut subhanallahu. Lusim Allahun që Allah të na fal. Të shpëton prej zjarrit të xhenemit. Alhamdulillahi rabbil alamin.